Shikues të RTS Shkodra, mirë mbrëma. Me Shtuna erdhi dhe bashkë me të edhe unë me Onesën. E sot me ne është një tjetër e ftuar tepër e veçantë. Sonte të ftuar kemi një nga këngëtarët më të mira të Shkodrës, një mësuese e talentuar, por po ashtu edhe një drejtuese fantastike e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Shkodër, Kujti Malia. Kemi kënaqësinë që sonte të bisedojmë me Orieta Kelën. Mirëmbrëma vajza, kënaqësi e veçantë, aq më tepër kur përpara kam dy vajza të mrekullueshme që prej vitesh jepni kontributin tuaj në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia. Kënaqësi e veçantë. Zyshore, shumë faleminderit që gjetët kohën sot që të zhvillonim këtë intervistë me mua dhe Hean. E si mu isha unë ju thanë një 2 javë jo, me gjithë impenjimet e ngarkesën e këtij muaji, sigurisht për ju dyja gjithmonë mësuesori e ka kohën. Kënaqësi. Unë do ta tras mësuesori se kështu jam mësu, kështu që të vazhdoj. Mësuesori, si ka qenë fëmijëria juaj? Çfarë kujtimesh ju mbani më të shenjta? Fëminia jeme, unë ku jam pyet, e kam shfaq në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse them jam me fat se jam ndër fëmijë që kam pas fëminin më të bukur që mundet me pas një fëmijë. Kjo fal, pra sigurisht edhe pjesëmarrjes teme dikur në shtëpinë e pionjerit, sot Qendra Kulturore, por sigurisht edhe fëminia jonë me lojnat e shumta që kena ba, me aktivitetet shkollore, sepse kam qenë pjesë e një shkolle dikur shkolla 10 Korriku, sot shkolla Skënderbej, aty kam marrë 8 vjeçaren, që ka qenë shkollë sportive dhe kena pas plot aktivitete, për mos me lanë pa përmend pjesën e aktiviteteve që kena ba dikur në shtëpinë e pionjerit, që kanë qenë pafund. Si e kujtoni ditën e parë të shkollës, mësuesore? Ditën e parë të shkollës. Unë kam edhe një foto që i rikthehem herë mas herët, sepse dita parë e shkollës e kujtoj si sot. Kam pas një çantë kuqe që baba jemi njerë, ma ka pru prej në kohën kur punote në Gramsh, dhe për kohën ishte një çantë shumë e veçantë. Sigurisht me atë përparsën e zezë, me jakën e bardhë, por edhe një çantë kuqe shumë bukur. Sa bukur. Përzgjedhja e degëve të mësuesisë edhe të muzikës, ka qenë krejtësisht një zgjedhje e juaj, apo ka ndikuar sigurisht edhe prindrit dhe familja? Për sa i takon zgjedhjes në drejtimin tem drejt mësuesi, sigurisht që e kam pas një shembull të familje, sepse edhe mama jeme, edhe njëna nga të dy motrat mësuese, por mësuese arsimit fillor, pra unë kam pas edhe mamën, edhe motrën e dytë, kurse motra e madhe ka qenë mësuese e gjuhës angleze. Pra, baba e pa një shtëpi që mësuesinë e kena pas pasion, mision, duhet me menu kështu. Ndërsa për sa i takon pjesës të muzikës, shumë kush mendon që unë jam pjesë e shkollës, kam marru shkollën Prenkjakova, por jo, unë kam marru gjimnazin Jordan Misja, por në kohën kur kam marru gjimnazin, kam qenë e ndollun edhe në shkollën e muzikës, për arsye se në kohën tonë, sigurisht edhe sot mendoj që shkolla muzikës i ka dyrt e hapuna për të gjithë fëmijët apo të rinjtë apasionum, por në kohën tonë nuk është se funksionoshin këto kurset private ose diçka e tillë. Kanë qenë mundësit më të kufizuar. Po, dhe unë jam shumë mirënjohëse profesor Visar Balës, që për vitet unë kam studiu, shkosha pra marrosha mësimin gjimnaz dhe kalosha në shkollën e muzikë, ku studiosha me profesor Visarin, kuptohet pas një shpërblim në atë kohë, në kohën pra kur unë kam qenë e rej, po e quj, dhe jam kam ba pregatitje për me shku në Institutin e Arteve ose në Konservatorin e Arteve, të marru gjimnazin, por gjithmonë me punën e profesor Visarit. Cilat kanë qenë figurat që ju kanë frymëzuar më shumë gjatë kësaj rruge? Ones, ju jeni fëmijë dhe ne mundohena si të rritun për me orientu drejt si duhet. Dhe sigurisht që nuk kanë mungu në njëherë dhe nuk mungojnë sot dhe as nuk do të mungojnë të ardhun, figura që orientojnë mirë, që lajnë gjurmë, ose që bahen një lloj shembullit i mirë për fëmijët, mu rrit ashtu siç duhet.
Kam pas shumë sigurisht, duke fillu të mësusit e mi, familja sigurisht që është baza për çdo fëmijë. Pra, unë nuk kam vlla dhe dy motrat e mia kanë qenë shembull për mua gjithmonë, sepse kanë qenë nxënëse shumë të mira, studente shumë të mira, sigurisht edhe kujdesi i prindve për me na orientu drejt shkollës. Pavarësisht se unë pjesën më të madhe atëherë, unë ja kam kushtu artit, dhe në art unë nuk du me përmend, sepse sigurisht do të harroj diken dhe nuk du me harruken. Janë shumë. Janë shumë figura, njerëz edhe njerëz të shquar bile të qytetit tonë, që mu më kanë orientu si që duhet drejt artit. Dhe jam jashtëzakonisht falenderuese gjithmonë për kontributin që ata kanë dhënë për mu formu unë si individ. Pra si mësuesor, si orjet. Si ishte kalimi nga një nxënëse në mësuese? Pra çfarë ndjesie kishit ju kur filluat të jepni mësim? Mësuesin e kam dasht, ose mësimdhënien, po them e kam dasht gjithmonë. Bashkimi jem ose ajafrimi jem me arsimin nuk është se ka ardhur direkt nga bankat e shkollës, sepse unë kam bërë një shkputje. Deri momentin që jam bind që unë jam gati për me dal para fëmijëve, dhe ta them nuk është sekret, por është një nga ato gjëra që unë jam mirënjohëse nënës time pafundësisht, sepse unë orën e mësimit përpara se me dal tek fëmijët dhe të mendosh që kam qenë mësuese zëvendësuese. Unë e kam lënë përpara para mamit, para nënës time, dhe atëherë kur mami më thote që je në rregull, atëherë unë shkosha pa problem ditën e nesërme për me dhanë, sepse është ai përkushtimi, ajo fëmijët ju jeni çdo ditë edhe ma të zgjuar, çdo ditë edhe kërkoni gjëra të reja. Dhe unë mendoj që jam në ato mësuese që në vite kam kërku të rinë tek fëmijët, jo mendoj tek ajo mësimdhënia tradicionale, por kam gjetë mënyra që fëmijët mi afru drejt librit, drejt shkollës. Ti që talenti juaj drejt muzikës ka qenë i hershëm. Në një intervistë tjetër më keni thënë që këndoshit përpara klasës, por e kujtoni performancën tuaj të parë në skenë? Po, performancën time të parë si soliste e kujtoj, por në kohën tonë nuk e dija kam thënë të ajo intervista që kena ba bashk, por ishin këngë që ju kushtoshin socializmit, kohës, partisë e kështu, sepse ishte ndikimi, dhe sigurisht edhe ne si fëmijë nuk ishim si t'i shpëtonim asaj tendence, por unë du me kujtu këngën Hartimi dhe Dëbora, ja zilja ra, kemi hartim, sa gjallëri dhe frymëzim, po për çudi, shikoj nga jashtë. Interesant se dhe kjo ishte këngë e kënduar nga të rriturit në festival. Por si gjithmonë se ne edhe sot e kena tendencë dhe fëmijët kërkojnë të këndojnë këngë të rritunish. Edhe ne e kena pas dikur këtë tendencë, por sigurisht fëmijët sot e kanë me këngë të huaja, ne me këngë të shqiptare. Cilat janë momentet më të veçanta që keni kaluar në karrierën tuaj muzikore? Heja ka shumë. Unë nuk e lidhi detyrimisht me çmimet, sepse unë edhe sot, dhe ju jeni prej fëmijëve që ju e prekni çdo ditë atë, unë nuk jam se një fëmijë është i arritun, ose është i mirë, ose është i talentuar, kur fiton çmime. Ja. Fëmija është i mirë, ne fëmijët gjithë i kemi të mirë, të mrekullueshëm, të talentuar përderisa vinë, ose përderisa prekin një skenë. Ideja është që tek unë çdo aktivitet, sado i thjesht jetë, ka lanë gjurmë dhe e kam quajtur si arritje. Sepse nuk është pak të delsh, të kënosh, të interpretosh para një publiku aq më tepër, para ardashësit Shkodran, që edhe frymarrjen e din se ku duhet me marrë një këngëtar, e lëni ma tekstet e këngëve, meloditë e kështu me radhë. Por unë di me thanë që e kam pas, jam shkput për një periudhë kohet, rreth 4 vjeçare, jo nga dëshira, por ishte vetë periudha e Shkodrës që nuk kishim aktivitete.
Pra jam shput nga skena, jo nga kanga, jo nga aktivitetet e mia në gëzime familjare, sepse prej vitit 2003 ku jam pjesë e qytetit, pra që jam rikthy nga jashtë, unë nuk jam shput asnjë moment, por me skenën kam pas një periudhë dikun, jo vetëm unë, për gjithë artistat e Shkodrës, rreth 4 vjeçare që ka pas krejt pak aktivitete. Pra dhe të mendosh për një artist, mos me prejk skenën, 4 vite është jashtëzakonisht shumë. Dhe unë e mendoj dhe e kujtoj si ndër momentet e mia më emocionale. Nuk më kishte vite që mos më kishte noll me mu drill mikrofonin dorë, asnjëherë. Por medaljen teme të parë mas 4 vitesh në skenën e teatrit Migjeni, në një aktivitet, unë e pash që emocione kam gjithmonë, por po mbulojnë emocionet e këqija, pra po fillon ndridhet dora me mikrofon, dhe kjo sigurisht nuk është e mirë dhe prandaj tentoj që gjithë fëmijëve me aq mundësi sa kena dhe sigurisht që mundësit nuk janë të pakta, ju e dini se jeni pjesë e aktiviteteve tona. Puna është që ne t'i gjajmë rrugë këtyne fëmijëve me prejkë skenën, se sa më shumë skena që të prekun, aq më të mirë do t'jenë dhe aq më të sigurt të vetja do t'jenë. Sa herë flitet për këngë shkodrane, media shkon tek zëri juaj. Si e përzgjidhni repertorin tuaj dhe çfarë mesazhi doni t'jepni përmes muzikës suaj? O, sa e mirë je. Unë falenderoj shumë një herë për fjalët e mira dhe falenderoj gjithë ardashësit Shkodran që mu më identifikojnë të kënga shkodrane, sepse unë them drejten, unë vonë kam fillu me kënu këngën shkodrane, si do të thushti vonë. Po, përpara kam kënu vetëm muzikë lehtë dhe muzikë të huaj. Kuptohet disa këngë qytetare që i din çdo shkodran, janë të njohura, i kam kënu. Por këtu du mu nalë tek njerëzit që më kanë orientu drejt, si që duhet. Pra modelet i kena shumë të mira. Dhe sot mendoj se ma tepër se kur duhet që me fillu qysht e fëmijët edukimi me këngën shkodrane. Repertor kam jashtëzakonisht shumë. Kam disa këngëtar që din këngë ma shumë se unë, jo shumë, por besoj që jam në ratë top 5 e këngëtarëve shkodran, që rrallë kam një këngë shkodrane që nuk e di. Që rrallë ka atjetër gjatë herë se sa më shkojnë vokalisht, sa i kënoj unë këto këngë, por përgjithsisht këngën shkodrane e njoh mirë dhe kam shumë marak që kur ta dëgjoj, e dëgjoj prej kur e mësoj, ose kur i kam mësu prej këngëtarëve të mirëfillt këngë qytetare shkodrane ose popullore shkodrane. Pra nuk është se kam marrë një model jo të duhun për me mësu këngën. Kam marrë gjithmonë atë origjinalin. Shumë mirë se kënga shkodrane është shumë e bukur dhe Shkodra është djepi i kulturës, artit, sporteve. Jem mrekullueshme. Angazhimet tuaja me tashmë drejtimin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve janë shtuar. Dhe për mu, po flas pak personalisht, Qendra Kulturore e Fëmijëve është si një shtëpi e dytë, që unë jam rrit aty edhe kam shumë të afërt. Por si është për ju që drejtoni një qendër kaq të rëndësishme për fëmijët shkodran? Është pej shumë e madhe. Por unë besoj që pas një të visht punosh mas mjeshtrit madh mësuesit Kujti Malia, sigurisht që do t'ishte shumë e vështirë për çdo burr, jo ma për një gru. Por unë besoj dhe e di krejt mirë, sepse edhe ardhja jame në drejtimin asaj qendre, me gjithë mënyrën që unë kam ardhë, sepse si pjesë e një konkurimi që jashtë ba, por jam krejt e bindur që ka kenë, po e quj edhe një bekim prej mësues kujtimit, sepse unë jam fëmijë që jam rrit nga mësues kujtimi, pra unë dhe brezi jem, dhe unë nuk gjaj fjalë për gjithat dashnin, dashamirësinë e tij, punën e palollun, në momentet tona më të vështira, kur ndoshta kena dash me dalë me kënu një këngë dhe nuk kena mujt, ne e kena pas gjithmonë krah,
Dhe pra është një nër ato modele që unë thash nuk du mu fut shumë, por këtu sigurisht që më duhet pa tjetër me përmend, është peshë male hja, sepse ne e dim, duke më pa pra edhe si familjare, edhe, por them që ka në kohën ma të mirë, sepse fëmijët tashmë unë i kam të rritun, sepse të kisha kene një periull tjetër të jetës teme dhe me fëmijë ma të vegjël, sigurisht që do të kishte kene shumë e vështirë, sepse donë për kushtim, nuk ka orar, pra nëse si mësuse kam kry mësimin edhe me fjalë me atë orarin e caktuar, masditja ka kene krejt në dispozicionin e familjes teme dhe të miqve të mi, unë nuk e kam ma këtë luks, por jam shumë e lumëtun që dhe këtë mision që kam marrë për sipër, ta qoj për para. Keni përmbyllur një event të rëndësishëm, si që janë bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë. I plotsoj pritshmëritë ky edicion? Besoj që po. E mira që atë vlerësimin ta japin spektatorët, ato që e ka njek, por ne do të kena fatin për me e njek nga valët e RTS Shkodrës, cilë duhet me i falenëru për mbështetjen që na bajnë në të gjithë aktivitetet tona të rëndësishme, dhe unë besoj që i ka të i kalu pritshmëritë. Për të vetëm në arsye, sepse duke qenë edhe një vit shumë i rëndësishëm, 30 vjet, është histori. Pra të mendosh 30 vjet një aktivitet që ka nisë me shumë mundim, është majt në kam për vite të tëra, edhe në vitet vështira, si ju jeni të vogla, por është zhvillu edhe në vitin e vështirë për shqiptarët, vitin 1997, edhe në vitin e pandemisë, kur çdo gjë u bloku. Pra, dhe të menosh në këto kushte që jena sot me këto fëmijë të mrekullueshëm që kena ne, mos të bëhet një aktivitet i tillë me gjithë këto talente. Pra, ne mendoj unë personalisht, institucioni që unë drejtoj dhe gjithë ky qytet i ka shumë borxh talenteve të Shkodrës. Mbyllet pra një projekt dhe çelet një tjetër. Di që kanë filluar përgatitjet për festivalin Mbar Kombëtar, apo jo? Për cilin hea? E të kuptoj krejt mirë. Sigurisht, kemi fillu punë me të marru bilbilat, pra është ba vetëm një ditë pushim sa të përgatiqi me listat, me lajmërimet, dhe është fillu me njëherë dhe është në një mënyrë, pra janë prova intensive, sepse për vetë numrin e mallë të këngëve, për vetë peshën që ka festivali, numri të mallë të fëmijëve të përfshim në festival, sepse Shkodrës ashtu i ka lezet, një kori që besoj gëzon vlerësimin më të madh që mundet me pas një festival, është një kori që i ka rezistu viteve, dhe korin e Shkodrës e identifikon pikërisht festivali. Këngët janë shumë bukura, shtrirja gjeografike e festivalit është jashtëzakonisht e mirë, sepse kemi nga gjitha trevat. Besoj që do të jetë një festival që do të na i kalojnë edhe ky pritshmëri. Se gjithmonë ne kërkojmë më të mirën, por gjithmonë nuk jemi të kënaqur me atë që arrijmë. Por me që me bilbilat u dam shumë të kënaqur, shpresojmë që në festival që është një ekip i tanë që i punon, as nuk e diskutojmë që do të jetë shumë i suksesshëm. Cilat janë risi që do të ketë këtë vit festivalin Mbar Kombëtar i fëmijëve? Sa e mirë je. Atëherë, gjithmonë flitet, unë nuk du me fol para kohët, sepse ne jemi në disa... Jo përgatitje, jemi në disa diskutime për të finalizu diçka që do të jetë e mirë për festivalin Mbar Kombëtar, dhe besoj që i takon festivalit Mbar Kombëtar ta ketë atë vlerësim, diçka shtesë, por gjithmonë risi. Atëherë, le të themi, po e mendoj unë risi, sepse çdo festival risi ka njëherë këngë që sjell. Ata janë që vinë. Nuk quhet marrë risi që fëmijët këndojnë gjithë live. Edhe kjo nuk është marrësi për festivalin e Shkodrës. Për të festivalet e tjera ndoshta, por për këtë jo. Është marrë
patenta e festivalit. Pra këtë vit, ne nuk kemi ma një festival që do të na rrezikojnë, ose që dikur rrezikonte për të marrë nga Tirana, por është festivali Shkodrës. Pra, ka qenë i Shkodrës, është dhe ka me kanë gjithmonë. Dhe kjo për mua është diçka dhe sigurisht që unë do t'ju lajmëroj nëse do të na përmushet edhe diçka e madhe që jena në pritje, gjithmonë që lidhet me festivalin. Po presim, po shpresojmë. Kemi zgjedhur që bisedën tonë ta përmbyllim me një pjesë shumë të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme, po them, familjen tuaj. Besoj është e vështirë të ndash kohën për të marrë me familjen, por po ashtu edhe për drejtimin e qendrës. Unë e përmend edhe pak më parë, sigurisht që pa mbështetjen e familjes, nuk do t'isha gruaja që jam, nuk do t'isha mësuesja, nuk do t'isha drejtuesja, nuk do t'isha sigurisht artistja. Të gjithë njerëzit që merren me art ose me sport, pa marrë parasysh, ose njerëz që kanë marrë përsipër për me kry një punë në shërbim të tjerëve, sigurisht që mrapa kanë një familje të mrekullueshme që i mbështet. Sepse ju jeni fëmijë dhe ju shikoni për kushtimin e madh të prindve tuaj, për t'ju shoqënu, për t'ju gjetë, për t'ju plotësu dëshirat, duke edhe deri tek ato ma të vogla, po e marrin tek veshja. Pra e shikoni se sa janë, pra në këtë rol, prandaj unë i dola paraprit, thash, fëmijët i kam rrit, sigurisht që kur diçka e don dhe e ban me pasion, më rrin me i batana. Dhe unë them që me të shkoh sa më metet për familjen, mundohem me kanë 100% shërbim tyne edhe në prani tyne. Fëmijët tuaj kanë zgjedhur artin, sportin, apo asnjërin? Asnjërin nga këto. Fëmijët e mi, vajza ka zgjedhur me studiu ekonomik, djali gjithashtu po përgatitet, është nxënës i gjimnazit ose Kuka, por edhe ai me idenë për të vazhduar ekonomikun. Sigurisht që kur kanë qenë të vegjël i kam orientu drejt artit, jo një kurs kitarret, vajza ka kënu deri në moshën 11-12 vjeç, por thjesht ka met një dëshirë, një pasion i atyne viteve. Po përgatit zyshori ndonjë këngë apo ndonjë pjesëmarrje? Sikur ta kisha pak kohë me shumë kënaqësi. Po zyshori po përgatit bashkë me ju sigurisht dhe me gjithë bashkëpunëtorët e mi, bashkëpunëtorët tonë, po përgatitemi për një festival marrëkombëtar tjetër të teatrove, që do t'jetë në Berat, gjithashtu edhe për një festival folklorik të muzikës, pra folklorike që do të bëhet në gjysmë të muajit qershor, po përgatitemi për 2 shfaqje në kuadër të fest luleve që këtë vit është zgjeru, pra nuk ka me thjesht në një ditë të vetme, por janë disa ditë që do t'jena, po përgatitemi, zbavitemi me gjuhët e huaja, kampionatet pranverore, kështu që po punojmë në shumë drejtime dhe besoj që gjithçka do të shkojnë mirë. Gjithçka do të shkojnë. As nuk e diskutojmë kur kena fëmijë të mrekullueshëm si ju, mësues të përkushtuar, as nuk diskutohet dhe dëshirën shumë të madhe, gjithçka shkon si duhet. Jam kurioze të di për fëmijët tuaj kur të shohin në skenë. Cili është komplimenti më i hershëm dhe kritika? Edhe pse kritika s'ka si me pas, sepse gjithë që e njohin zyshorin e dinë se është shumë e mirë. Dhe s'ke se si me i dhonë kritik. Tani Onesa, nëse flasim për pjesën e aparencës, nuk është se nuk kam kritika. Te pjesa e këngës, e interpretimit, sigurisht që gjithmonë marr komplimentet, edhe ndonjëherë kur ndodhen vështirësi, prej fëmijëve, sidomos prej vajzë, kam fjalët më të mira, sepse e din që jam edhe natyrë e nishme. Kurse djali, jo, djali nuk është se ban shumë, nuk është se shumë i përfshim, po kur i marrë mendim ma thot. Ndërsa përsa i takon pjesë të aparencë,
10 kg ma shumë, 20 kg ma shumë, 30 ma pak, prap shkoj aty ku jam. Sigurisht që mi thojnë her pas heret, por unë e kam këte shpirtin e artistit edhe këte idejnë. Mësusor për një e ju botet. Du fort, po kjam mërë në qafë mu. Për njerëzve që mdojnë kështu si që jam, dhe unë e di që gjithmonë njerëzit, ardashësit, miqtë e mi, familja jeme, ka dashur jetën për shpirtin që ka pas dhe për atë që ka lanë, asnjëherë për aparencën. Le ta mbyllim tani me një mesazh për gjithë fëmijët që janë pjesë apo duan të jenë pjesë e qendrës kulturore të fëmijëve dhe aktiviteteve që zhvillohen aty. Atëherë, përpara se unë me ba një mesazh, unë du me falenëru, du me ba një falenërim shumë të madh për të gjithë prind që fillimisht na i besojnë fëmijët, gjanë ma të shtrejt, për gjithë sakrificën që i bajnë duke i sjellë në orare të ndryshme, duke qëndru gati, me i pru, me i marrë nga aty. Sigurisht, ashtu sikur se ne kena rujmë ato kujtime, kena ato kujtime të bukura nga fëminia jonë, menojmë dhe besoj që jena duke lanë kujtime të mira tek jo. Dhe faleminderit shumë për bashkëpunimin, për mirëkuptimin e tyne, për përkrajen që sepse sigurisht është ai trekan që i lidhun që ekziston edhe në shkollë, mësues, prind, fëmijë. Dhe në këtë rast pa tjetër që ne kena edhe ma zhvillum, sepse ne kalojmë edhe për te Shkodrës, pra marrim përsi për fëmin, më kujdes edhe kur lvizim jashtë qytetit. Qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia ka vend për secilin fëmijë. Për çdo fëmijë i ka dyert e hapuna, sigurisht që për talentet ne nuk i lajmë në arshit kollaj, i gjaj mundësit, por për gjithë ata prind që menojnë që fëmija i tyre ka prirje në muzik, në art, apo që dëshiron mi afru tek gjuhët e huaja dhe të shumë kurse dhe shumë mundësi që ofron qendra kulturore e fëmijëve, dera është e hapun. Në çdo moment, ata vinë dhe bajnë regjistrimin sipas rregullave që kemi dhe sigurisht në këto kushte të ofrohet një shërbim cilësor dhe kjo falas, kjo është për mu diçka me shumë vlerë. Ka vite që mbahet dhe pse mos tjetë ashtu si duhet. Edhe unë jam shumë falenderuese qendrës kulturore të fëmijëve, por po ashtu shumë falenderuese edhe ju për gjitha mundësitë që kam marrë nga qendra. I meritoni. Unë them thjesht i meritoni si mundësi. Pra ju vetëm këtë keni, me ju gjetë s'keni. Atëherë ju jeni të pa imagjinueshëm se ç'a bani. Duke i uruar zyeshorit sa më shumë suksese, veç talente nga duart tuaja, me që ne takohemi të shtunën e ardhshme. Mirupafshim!